Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 300 ml qumësht, por bëni kujdes që qumshtin mos ta keni shumë të nxehtë. Duhet jetë i vakët. Shtojmë një lugë të vogël me sheqer, si dhe maja buke, por maja në bukës unë kam zgjedhur që ta përdor maja buke në pluhur. Në total do të përdorim 10 gram. Nëse përdorni maja buke të freskët, do të përdorni 20 gram. Tani tek brumi do të shtojmë 150 ml jogurt. Nëse në vendin ku ju jetoni nuk i keni si produkt jogurtin, mund ta zëvendësoni me kos. Tani vazhdojmë që të shtojmë 100 ml me vaj. Në këtë brum kemi nevojë për 2 vezë, por vetëm të bardhat e vezës, 2 të kuqet e vezës, do t'i largojmë anësh, do të na nevojiten më vonë në recetë, dhe te brumi do të vazhdojmë që t'i shtojmë vetëm 2 të bardhat. Vazhdojmë shtojmë mielin me kujdes. Në total do të kemi nevojë diku për 700 deri në 800 gram miell, por si që them gjithmonë, bëni kujdes. Mielin shtone pak nga pak. Një pjesë nga mielli, vazhdojmë që ta shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp. Dhe tani vazhdojmë që ta formojmë brumin. Duhet të formojmë një brum mesatarisht të butë, duke e ngjeshur për disa minuta. Si e kam ngjeshur mirë për disa minuta dhe kam formuar një brum mesatarisht të butë, brumin e kemi gati. Sipër e mbulojmë me naylon foli dhe lejojmë që brumi të pushojë dhe të aktivizohet diku për 30 deri në 40 minuta, derisa të dyfishohet mirë. Pasi brumi është aktivizuar mjaftueshëm, vazhdojmë tani që ta punojmë. Vazhdojmë tani që nga ky brum ta ndojmë një herë në gjys dhe pastaj të ndojmë 6 pjesë të barabarta. Dhe secilën pjesë e ndojmë në 3. Që të 6 kuleç vazhdojmë që t'i ngjeshim dhe t'i lëmojmë, duke mos shtuar fare miell. Tani shtrojmë pak miell në sipërfaqen ku do të punojmë. Marrim kulaçin e parë, e shtypim një herë pak me duar dhe me ndihmën e një ftalluses vazhdojmë dhe i hapim. Pasi e hapim në një madhësi kështu sa një pjatë për ëmbëlsira, afër këtu do të marrim 120 gram gjalp ose margarinë të zbutur në ambient të dhume dhe e përhapim këtu mbi petën që e kemi qelë. Largojmë anësh, vazhdojmë me hapjen e pjesës së dytë. E hapim në të njëjtën mënyrë siç bëm me kulaçin e parë. Vazhdojmë tani i rendisim njëra mbi tjetrën. Veprojmë kështu me të gjitha, duke i hapur, duke i renditur një mbi një dhe duke ju shtuar në mes të secilës nga pak gjalp të shkrirë. Tani po e vendosim kulaçin e fundit dhe të 6. Tani më nuk shtojmë këtu margarinë ose gjalp, cilën do e keni përdorur, shtypim pak me duar kështu dhe tani vazhdojmë që ta hapim që të 6 kuleçt për më një herë. Vazhdojmë nga qoshet, t'i shtypim një herë kështu që të na ngjiten mirë. Dhe tani vazhdojmë që ta hapim. Nuk do t'ja bëjmë shumë të hollë, sepse duam që të na vrehen rindat. Dhe pasi e hapim kështu një petë madhe, por jo shumë të hollë, pra mund ta vreni, nuk e kam bërë shumë të hollë, vazhdojmë që t'ja japim formën, por do ta transferojmë në një letër përpjekje. Vazhdojmë që ta ndajmë misin e pogaçes dhe do të vendosim ndonjë pjatë ose ndonjë gotë në mes. Dhe me ndihmën e një thike të sprehtë, e prejmë, sigurohemi që e kemi prerë mirë. Në këtë mënyrë, pra si copa të flisë. Pasi e kemi prerë, vazhdojmë që t'i rrotullojmë në këtë mënyrë nga 2-3 herë.
Me kujdes, tani transferojmë në një tepsi për pjekje dhe lejojmë që pogaça përsëri të aktivizohet edhe 20 minuta tjera para se ta pjekim. Si ka pushuar për 20 minuta pogaça, 2 kuqet e vezës, cilat i larguam anësh që në fillim, vazhdojmë që ta lyejmë tër pogacën tani sipër, që të na merr ngjyrë më të bukur dhe të duket më e bukur pasi që të pjeket. Tani vazhdojmë që të shtojmë edhe pak susam dhe vazhdojmë e pjekim në 220 gradë, diku përapërsisht 25 deri në 30 minuta. Pogaça është pjekur, është gati, vetë se kam larguar nga fura. Lejojmë ftofet diku përapërsisht 10 minuta, pastaj do ta largojmë nga tepsia dhe do ta shërbejmë.